Ai e fort kolosal. Dakord. Ja ku po fillojmë. Kësa here nuk ke nga shkon. Kubix, shkojmë atje poshtë. Të zbresim poshtë. Zito, tek paneli i kontrollit. Në rregull. Mbau se Wix, pritë të kontrolloj një herë. Kubix! Bukur. Më duket se e gjeta. Shumë mirë. Tani shtyp kthim. Ja ku po fillon. Prisni. Vë bas që po pyesni veten si përfunduam në këtë të lash. Shikoni që ta kuptoni ç'po ndodh, ne duhet të kthehemi mbrapa. Shumë mbrapa. Edhe më shumë. Duhet të kthehemi në natën që filloi gjithë kjo. Ja pra, kështu. Ishte një natë e qetë në qytetin Flusk. Po pra, aq e qetë sa që mund të jetë jeta në një qytet ku ka aq robot sa edhe njerëz. Isha futur në shtrat, por nga ana tjetër e rrugës, Abi ishte ende zgjuar duke u përpjekur të bënte detyrat e saj. Si gjithnjë. Përse nuk e fillova më parë këtë detyrë? Tani do të ri gjithë natën zgjuar. I në veshmi kanë aluron për jetë. Në qytetin Flusk, drita të mos ketë. Në të afme shumë të afërme, do të lindi një epokë re. Robotat për të gjithë. Robotët do jenë shokët tam, të gjithë në fund t'ja dalin ban. Robotat për të gjithë. Shumë fuqi speciale kanë ata. Qindra modele do të gjesh, me njësi emocionesh do t'i kesh. Të mira me të keqen për plasën në luft. Në të ditë, dhe t'i ke një robot që i cili s'ka fi. Kubix, pa ku fijan fuqita. Kubix, nëse lash ne jemi atë. Kubix, nëse gjithë më mirë të kenë frik. Robota për të gjithë. Kubix. Nuk i bëra dot detyrat kompanie shpifur dritash. Më vjen shumë keq, por ndoshta nuk duhet të hash kaq shumë. Po, kjo është petulla e tetë që po ha. Po, kam ngrënë pothuajse nga një petull sa herë që kanë ikur dritat për këtë javë. U lodha me këtë punë. E po Abi, nëse vazhdon të hash, do të sëmurë shkeq. Ai ka të drejtë. Mendon se ajo do të vjelli? Ka mundsi. Ndoshta po të jenë të mbushura me krem. Bëni mirë ti harroni petullat tani. Duhet të bëjmë diçka për këtë. Edhe një çast tjetër në errësirë dhe ajo kompania e dritave do të ketë të bëjë me mua. Na ka mbaruar çokolata? Shko blinja 40 kile dhe bli shpejt. Si urdhëron, pa shkoj. Kam për të falimentuar, po nuk i rregullova këta robotët. Veglat. Jo, Kubix, nuk besoj se do të na nevojiten të gjitha ato. Këta mund të hynë në punë, Connor. Merë çfarë të duash. Do të bësh ndonjë punë me gjithë këto vegla, Connor? Po, një nga robotët e dyqanit të babait tim duke i pak i çuditshëm. Unë do ta kontrolloj një herë. Mendoj se do të vi dhe unë me ty. Herën e fundit që kam biseduar me baban tënd, ma tregoi qartë se nuk i pëlqenin as robotët dhe as unë. Ndoshta mund të bëj diçka për ta rregulluar. Me sa duket ata, po kontrolloj kanalet për mua. Kam shumë vënde ku fshihem, ata s'kam për t'i parë se nuk dua. Duhet të lë pas një shenjë që t'ju tregoj ku isha. Kjo është mënyra ime për t'u mbajtur në errësirë si bisha. Mrekulli, prap në errësirë. Nuk duroj dot më. Ikim. Dhe ku do shkojmë? Ku mendon ti? Te kompania e dritave. Connor. Na ikën dritat përsëri? Po, kështu që eja të ikim, unë do shkoj të ankohem. E ku kështu? S'mund të përgatisim petulla, se s'kemi drita. Mrekulli, në fillim çokolata, tani dritat nuk vazhdohet më kështu.
Hey, babi, Po ti çfarë të bën këtu? mendova të provoja të rregulloja robotin që po të hap telashe. Pa çfat. Unë jap urdhra, po ai as nuk përpiqet t'i zbatoj. Si mund ta drejtoj në këtë mënyrë dyqanin? Priti hedh një sy. Duket sikur ka një problem me komandat në sistemin e perceptimit. U ktheve përsëri. Mos u shqetëso, do të zgjidhet gjithçka. Shumë faleminderit. Tjetrën. Të gjithë artikuj shkruajnë për këtë errësirë të mërzitshme. Përse nuk shkruajnë për mua? Jam i zgjuar, shik. Më duhet një reklamues. Soleksi. Aha, ashtu siç dyshoja unë. Dhe ja ku është problemi. Keq funksionimi i komandës së perceptimit. Ky që në problem serios. Mos u shqetëso Kamerix. Me disa rregullime të vogla do bëhesh mirë. Mrekulli. Edhe i mat do të ndryshoj. Ke për ta parë. Connor! Sa po zbuluan ku shkakton të ikjen e dritave? A i gjen dot? Në rregull, nuk e gjejmë dot. Është një Sewix, një robot që pastron kanalet. Sewix? Forca, le të ikim. Ku të shkojmë? Detyro nuk e bëra nga që më ikën drita, të paktën dua të gjej Sewixin. Më prisni dhe mua. Ej, E po, në fund të fundit, më duket se kisha të drejtë për robotët. Atë robotin tek zyra e kanalizimeve nuk mund ta quajë të dobishëm. Më vjen keq, por s'mund t'ju jap informacione të tjera në këtë orë. Duam vetëm të dim nëse është e vërtetë ajo që thuhet për Sewixin. S'mund t'ju jap informacione të tjera këtë herë. Akoma në sistemin e vjetër D i ruan dosjet, apo jo? Patjetër, sistemi D është ende i besueshëm. Jam i bindur që ke të drejtë. Sistemi D po shfaqet në link tani. Të dhënat publike të departamentit të kanalizimeve i regjistrojnë të gjithë robotët që përdorin. Ja ku është dhe Sewixi. Novkën e ka Arima, por është prodhuar para 5 vitesh. Ai është një model i vjetër. Nuk e gjen dot në Gjson punon? Po, S53 hapësirë 0, ç'kuptim ka kjo? Nuk e kuptoj pse nuk na lënë të gjejmë Sewixin dhe ta shkatërrojmë. Nëse ta dini ku ishte po, ajo prish dhe nuk e gjejnë dot tani. Ata nuk munden, por ndoshta ne po. Të përpiqemi, abi, të përpiqemi. Ne mundemi. Kanë të drejtë. S'mund t'i lëm ta shkatrojnë. Duhet të shpëtojmë Sewixin. Ata kur nuk kam për të më gjetur, as një dyshim nuk kam se jam përpjekur. Vetëm nëse ndonjë robot spiun më zbulon dhe pastaj fillon e më kërkon. absolutisht jo. Kjo rrugë te ky kanal është shumë e rrezikshme. Ju do të qëndroni këtu. Nëse do ta gjejnë Sewixin, do ta shkatërrojnë. Të lutem, na lër të Ne do t'i shkojmë. japim Sewixit një mundësi, po shkoj ta kërkoj vetë një herë. Një veprim i admirueshëm, por ky është problemi i kompanisë së dritave dhe kanalizimeve. Nuk dua që ta ndiqni atë Sewix, dakord? Hela ishte e shqetësuar për ne, por jo aq e shqetësuar sa ishim ne për Sewixin. E po, mbaron me kaq? I shkreti Sewix i vjetër. Un po iki. Hela mund të ketë të drejtë, por diçka e çuditshme po ndodh me Rimën dhe un dua ta zbuloj se ç'është. Edhe unë. Sigurisht. Më llogarisni edhe mua. Edhe ti do të shkosh? Po ti si thua? E po, shkojmë. Prisni, edhe unë dua të vi. Dikur, një Sewix më ka ndihmuar të shpëtoj nga një telash i tmerrshëm. Ai e quante veten Rima dhe me Rim foli dhe ai. Duhet të jetë i njëjti robot që më ka shpëtuar. Bukur, mund të vish edhe ti. Ta mirë. Faleminderit Abi. Nëse ai ka ndonjë problem, do të doja të ndihmoja. Por se nuk shfaqet Soleksi në një plazh ose në një kopësht dhe jo në një vend kaq të shpifur. Po afrohemi, kolosal, ktheu nga e djata. Shkojmë ta marrim shpejt Soleksin sepse duhet të shkojë në shtëpi për të bërë banjo. Cerebrix, Si jemi më vonë Maximix? Do të kthehemi shpejt. Tova. Ndërkohë që po shkonim drejt kanalit, them që ishim të gjithë nervoz, duke përfshirë këtu edhe Kubiksin. Çfarë po ndodh me ty, Kubix? Ishte vetëm një Cedrix.
Abi, më mirë t'iki përpara dhe të kërkoj për Sewiksin, si thua? Unë eci më shpejt dhe do t'ju dërgoj të dhëna. Kështu do t'a dini ku të ecni. Po, patjetër, duket një plan i bukur. Ki kujdes diagnostik. Mos u shqetëso, do kem. Po sa çudi. Kush e di ku kanë shkuar këta? Kthehu këtu. Po ti si thua? Duhet të shkoj tek ai tubacion. Sigurimi në sistemin e kanalizimit ishte më i mirë se ai i bankës së qytetit Flusk. Po tani si do t'ja bëjmë? Unë nuk e di. Them se duhet të shkojmë drejt. Po, por si? Unë mendoj t'i hedhim një sy një herë. Ku je Diagnostics? Jam në distriktin S53 hapësirë 2. Po drejtohem në lindje të korridorit në nivelin e 4. Thuaj se arrita. Thuaj se arritam. Shikoja ato drita. E po, ku mund të jetë? Duhet të jetë këtu. Pas ka hyrë një tjetër në hapësirën time. Me fytyrën tënde të shëmtuar, këtë vend e ke torpëruar. Ej, tani po më lëndon ndjenjat. Nuk do lëgjur nga pas për çdo rast. Sewiks! Është kolosali. Po, edhe doktori K. Duhet ta shpëtojmë Sewiksin. Forca Kubix, le të shkojmë. Nxito! Ja nxitojmë. Sewiks, jam unë diagnostik. Shpejt, dalim që këte. Kolosal! Kape atë gjën dhe mbaje poshtë sa të marrë ato për të cilën erdhëm. Sewiks, vrapo! Do ri do luftoj, se kësaj i gëzoj. Duhet kisha marrë sysit e djelit me vete. Kolosali në mbrojtje. Nuk kemi ko për lojra, Kolosal. Kape! Kape! Baje me kujdes deri sa të marrë Solexin dhe pastaj mund të shkatërosh. Le të shkoj! Robot i vogël guximtar, por edhe ty do të shkatërroj. Nga cila anë duhet të shkojmë, Abi? Nga e djatha. Stop! Lere të shkoj! Dëgjove! Sewiks! A je mirë? Që kanë përsëri ata fëmijët. Kolosal! Shko dhe kapi! Mbau Kubix! Kolosal, shkatro. Diagnostiksi nuk po dërgon më të dhëna. Do zgjedhim një drejtim dhe shpresojmë se do jemi me fat. Mirë, nga cila anë? Djathtas apo majtas? Unë them nga e djathta. Mirë, shkoj majtas. Mirë. Shiko, një shkallë. Mos, Po kjo është rruga nga erdhëm. kjo ishte gaf.
Eja të ikim. Të thash që duhet të kishim shkuar djathtas. Kolosal, shkatër! Ndërsa ishim duke dalë, unë mendova se ishim të sigurt, derisa Forca tjena, Tony! Rezisto më shumë, Kubix! Sewix, të lutem ndalo. Largo! Ai është jashtë kontrollit! Diagnostik si zotri, që të pash unë e di, po si erdhëm ne këtu, që di është ashtu. Rima, që në ke në rregull. Ha, unë mund të të bëj të qesh, si në kohërat e vjetra ti të jesh. Oh, si në kohërat e vjetra, kështu? Ja ku qënke. Doktori do vitë të vizitoj tani. Lër të shkoj. Do të kishim më të lehta gjërat që të dy. Nëse do të qetësohesh. Qetësi. U kthye figura. Diagnostik s'është në rrugën D1. Kolosali pas ka kapur se Wixin. Ç'është ajo gjëja të murit? Telash i madh. Diagnostiksi dhe Sewixi duhet të jenë patjetër diku këtu poshtë. Erdhi mesazh. Abi, Connor, ku jeni? Hela, Nuk po gjejmë dot Ai Sewixin. është me diagnostiksin dhe kolosalin poshtë në rrugën D1. Pikërisht pranë një panelit kontrollit të prishur tek tubacioni kryesor i gazit të qytetit. tubacioni i gazit të qytetit? Ai paneli i kontrollit është rregullatori i gjithë linjave me gaz që ndodhen në qytetin Flusk. Tani që është prishur, po rritet shumë trysnia në sistem. Do të ketë shpërthime në të gjithë qytetin pas 6 minutave, e kuptoni apo jo? Mos u shqetëso, do të shkojmë poshtë ne dhe do ta rregullojmë. Po, do ta bëjmë. Në asnjë mënyrë. Ju djema duhet të shkoni në vend të sigurt. Si jemi shumë larg dhe mund të përdorim dondonin për të marrë udhëzime nga ty. Ajo ka të drejtë dhe mos harroj që Kubiksi na mbron. Apo jo Kubix? Edhe pse Hela nuk donte, nuk kishim kohë për të diskutuar. Duhej të shpëtonim qytetin Flusk. Baje fort, kolosal. Jakub. Shikojeni atë. Nuk më duket si një burim drite i zakonshëm. Çfarë është? Mendoj se është Soleksi. Ishte sikur ti merrje ëmbëlsirën një fëmije. Ndalo aty. Kësa here nuk ke nga shkon. Kubix, shkojmë atje poshtë. Të spresim poshtë. Diagnostics, ai e mirë. Abi, si është Sewixi? Sewixi do të jetë shumë mirë. Nxitoni, paneli i kontrollit. Mirë. Prit pak Sewix, më lër të kontrolloj një herë. Kubix! Në rregull. Mendoj se e gjeta. Shumë mirë. Tani shtyp kthim. Ja ku fillon. Nuk Provoje funksionon. përsëri Abi, përsëri. Përse nuk po punon? Diagnostics, kontrolloje. Në rregull.
tjetër që do ju shoh ju dhe atë gjëgjëzën që bën rima që ju e qoni robot, s'do t'jem ka që mirë. Dhe shpresoni që ky jetë takimi fundit me mua, për të mirën tuaj! Këtë do ta shohim. Connor, diçka nuk shkon, kjo nuk po punon. Çfarë? Përpiqu më shumë. I di unë kodet. Sewix, u zgjodhe. Rjedha e gazit ka marrë flak. Bravo, të lumt Kubiks. Abi, lëre ta provoj Sewixi. Sewix, përdor transmetuesin tënd. Pura në përdorim mekanizmin manual. Regulatori gazit u riparua, por një nga tubacionet kryesore ka krijuar një trysni të madhe. Ne do ta rregullonim atë, por Nuk ka më kohë. Mund të shpërthejnë çdo sekond, dilni që andej sa më shpejt. Po na arrin. Portat kundër zjarrit mbyllen për 5 sekonda. 4, 3, 2, 1. kjo është porta e fundit. Connor, Abi! A jeni mirë? Më mirë se kur. Kur u kthyem në Bati Spit, Hela mundi ta rregullonte Sewixin, por përsëri kishte diçka që ne nuk po e kuptonim dot. Dakor, ja pra. Sewix, donim të pyesnim për diçka. Thuaje, kërko. Po ti, rimon? Po, gjithmonë. Kështu. Nuk më pëlqen dashakejsia. Mos u talli me vargjet e mia. Kjo s'është e vërtet. Ne na pëlqen se i bën rimat dhe duhet të pranoj që ke një ndjenjë të shkëlqyer ritmi. Rima ngjit për mrekulli. Juve ju pëlqen zbukuria. Kështu është. Rimat më vijnë nga njësia qendrore, por kjo nuk është puna ime kryesore. Dakor, më dëgjoni. Duhet ju tregoj diçka të gjithëve. Shpreh X. Shikoni çfarë po bën ai. Po nxjerr diçka nga Sewix. Çfarë është ajo gjëja, Hela? Soleksi. Soleksi? Ha? E çfarë është kjo?